Këto janë përfitime shëndetësore që vijnë nga konsumi i kosit. Përfitimet nga kosi janë të jashtëzakonshme, përveç kalciumit dhe proteinave, një porcion me kos përmban edhe të ashtu quajtur baktere të mira, që mbështesin funksionet të mira të zorëve dhe imunitetin, përmirësojnë nutrejtjen dhe mbrojnë kundër depresionit. Ja 4 arsye pse duhet të hani kos. Sipas studimeve, konsumi i rregullt i kosit dhe produkteve të qumshtit me pak yndyrë na mbron nga risku i zhvillimit të diabetit të tipit 2. Një studim i vjetër i më shumë se 1200 njerëzve që nuk ishin obez dhe nuk kishin sëmundje kronike, tregoi se konsumi i rregullt i kosit i mbronte ata nga shtimi i peshës, ndoshta për shkak të ndryshimeve në mikrobiomën e zorëve. Studime të tjera kanë treguar se ngrënia e kosit për 4 javë i sjell dobi të trurit. Probiotikët e kosit reduktojnë riskun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru te njerëzit që hanë vetëm 2 racione në javë. Ndaj përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë edhe e rritjeve të vlerave të trupit.